إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jall falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se çdo herë se nuk ka zot që meriton të adhurohet pas Allahu Xhalla Xhelalu, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut Azza wa Jall, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, e ka nxjerrë Imam Ahmedi në musnedin e tij një hadith, për cilin hadith thot Sheikh Albani rahimahullah se është hadith i saktë, nga Abu Dharr radhiyallahu anhu, i cili tregon dhe thot se një ditë prej ditëve duke ecë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kaluan pranë dy deleve që kacafyteshin po lahesin mes vete. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Abu Dharrit dhe i thot: "Ya Abu Dharr, hal tadri fima tantatihan?" Tha Abu Dharr, a e din arsyen pse këta dy dele po kacafyten mes vete? Abu Dharr radhiyallahu anhu i tha: "Jo ja Rasulullah." Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam ja dha një mesazh shumë të madh dhe tha: "Walakin Allah yadri wa sayaqdi bainahuma." Tha: "Ma Allahu e din dhe ka me gjyku mes tyre." Tha: "Por Allahu Azza wa Jalla din arsyen pse këta po kacafyten dhe ka me gjyku mes tyre." Sa prej muslimanëve bojnë mëkate, gjunohen vetmi dhe mendojnë që nuk e di kurkush, ama Allahu Azza wa Jalla di. Sa musliman bojnë padresi dhe i hin hak dikujt, e mashtrojnë dikënd dhe rrejnë dikënd dhe mendojnë që aftësitë e tij e kanë bërë që ai mos ta vërejnë. Walakin Allahu yadri, ama Allahu e din. Ama Allahu Azza wa Jalla din. Dhe ky mesazh dhe kjo fjali e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një mesazh shumë madhështor që neve na jep me kuptuar që Allahu Azza wa Jalla është i gjithditur. Allahu Azza wa Jalla është i drejtë absolut dhe Allahu subhanahu wa taala nuk i fshehet asgjë. Nuk i fshehet asgjë dhe sa i përket kafshëve, dhe Allahu dhe hakun e tyre do ta merr dhe do të gjykon edhe me drejtësi edhe me ta, mos flasin për tjerët, sepse Allahu nuk i fshehet asgjë. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Kush do që bën mirë sa grimca ka me gjetë Allahu, nuk i hub, nuk i fshehet. Po edhe kush bën keq sa grimca ka me gjetë Allahu xhalla xhelalu. Po vjen Sa'ib ibn al-Aqra radhiyallahu anhu, Hazreti Omeri radhiyallahu anhu, Khalifja besimtar Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dhe po i thot, po e përgëzon për fitoren e muslimanëve, ushtrisë së muslimanëve në betejën e Nahawandit. Gëzohet shumë Omeri radhiyallahu anhu se fitu muslimanët. Mi po më pas jep disa lajme të hidhura për disa persona musliman që janë vrarë në atë betejë, duke fillu prej komandantit Nu'man ibn Mukrim, e të tjerët ja përmend për filani u vra, filani u vra, filani u vra. Dhe më pas i thanë fund, dhe disa tjera Omer që ti nuk i njeh. U vranë edhe disa në betejë që ti nuk i njeh. Qa Omeri radhiyallahu anhu dhe tha: punë e madhe se nuk i njeh Omeri. Me rëndësi Allahu Azza wa Jalla din. Me rëndësi Allahu Azza wa Jalla njeh. Por muslimanin o vëllezër, me rëndësi është që Allahu ta din punën tonë dhe ta çmon dhe Allahu e din. Nëse ke bë punën për Allah, walakin Allahu yadri. Allahu e din. Punë e madhe pse nuk të vlerësojnë tjerë. Punë e madhe pse nuk ta dinë tjerë. Walakin Allahu yadri. Ti din që nëse ke medal para Allahut dhe çdo punë të mirë, qoftë edhe sa grimca, Allahu nuk ta hub. Ke me gjetë para Allahut Azza wa Jall. Pa dhe të keqën Allahu na rujt. Allahu thot në Kur'an: "Wa nadau al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a." Në ditë gjykimit kena mi pru thot peshorët që masin drejt dhe nuk i bëhet zullum pa drejtësi askujt atë ditë. "Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Thot Allah Azza wa Jalla, dhe qoftë se sa grimca e sa kokra sinapit, punë e vogël, shumë e imët,
Po kina me prun, kina me matë në ditë në atë peshore drejt. O kefa bina hasibin, thot Allahu, mjafton që ne jemi ata që marrim llogari. Mjafton fakti që Allahu është ai i cili do të merr në llogari për me tregu që është i drejtë absolut subhane. Po e përfundoj këtë hutbë vëllezër me një ngjarje të një prej muslimanëve asketëve të këtij umetit, Rabi ibn Khuthaimi rahimahullah, i cili njihej për asketizëm. Po një ditë për ditëve i çuditi familjen e tij me një kërkesë dhe tha përgatit me një ushqim që quhet khabis, që ishte ushqim shumë cilësor, një ëmbëlsirë shumë e veçantë. Dhe cila ëmbëlsirë për të përgatitur kishte nevojë për kohë dhe mund. U gëzon familja e tij se ata nuk ishin mësuar që kimë hangë ushqime të mira cilësore. Dhe tash po kërkon elhamdulillah. Dhe përgatitën atë ushqimin. Kur u bë gati ushqimi mendon se ki ka me konsumu. Mi po jo. Rabia rahimahullah taala shkoi e thirrë një person me probleme mendore, një të çmendur dhe kur erdhi ai filloi ta ushqen atë. Ipke pikti ushqimit ati jargët i rrjedhshin për toke. Familja e tij u çudet dhe than: "Mirë për ty na mundove neve për mi dhon ushqim, këtë ushqim habisën këtij personit që ki nuk e varen çka është duke hangër." Kuptimin që nëse ke dashme ja mush barkun këtij ishe mjaftuar me doni hurmë të thjesht. Se ki nuk di me dallu është hurmë thjesht apo është ushqim dhe ëmbëlsinë cilësore. Për këtë është më rëndësi me mush barkun. Mi po dëgjoni çka i tha Rabiu rahimahullah. Tha walakin Allah yadri. Tha ki nuk e din çka është duke hangër. Ama Allahu e din. Allahu nuk va hu punën juve që jeni mundu me përgatit. Po inshallah s'ma hup edhe mu punën që kam dash me ushqik eta me ushqim cilësor. Walakin Allah yadri. Kjo fjali vëllazër do të më na shoqëru çdo njëri për neve çdo kohë. Unë po them, ndoshta gjatë këtyre 9 viteve që jemi së bashku, dhe që keni ndëgjuar shumë fjalë, nëse keti harroni, çiket mos e harroni një. Sepse kjo të shtin me bë mirë, po det nal pit keqës. Walakin Allah yadri. Allahu e din. Kjo të shtin me koni sinqert punën tonë, me bë punën për Allah, me shpenzu veç për Allah, sepse walakin Allah yadri. Edhe nëse s'ma din tjerë, mjafton që Allah azza wa jalla din. Kjo të shtin me bë punën për Allah. Dhe kjo të shtin pastaj punën edhe e imt me konë, nëse është punë e mirë, mos e nënvlerëso. Po edhe të keqen qoftë palesa imt me konë, mos e përbuz, sepse walakin Allah yadri. Kena me dalë nesër për Allahut azza wa jalla dhe çdo gjë që ka në fshat këtë dunja ka më bë publike. Dhe na ditë kur kemi me dalë për Allah xhala xhelalu nuk ka me fol gjuha jon. Ka me fol gjymtyrët tona, punët tona. Dhe pastaj ata do të dëshmojnë për neve ose kundra neve, Allahu na ruaj. Lusim Allahun azza wa jalla që gjymtyrët tona të dëshmojnë për neve jo kundra neve. Lusim Allahun azza wa jalla që të jemi për atyre muslimanëve që na shoqëron kjo fjalë walakin Allah yadri dhe na nxit për me bë punë të mira dhe na ruan dhe na frenon nga punë të këqija. Wallahu ta'ala alam wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة